Po mbështjellën me islamin politik pastaj. Gjithë islami është politik. Tani duhet ta shikojmë kjo islami politik, çka ki synim ti me islamin politik. Nëse ti e cilëson si islam politik ndërtimin e xhamijave, faljen e namazit, lëshimin e mjekrës, shkurtimin e pantallonave, hijabin e motrave muslimane, nëse ti këto e cilëson si islam politik, ti e ka sulmon sistemin demokratik të Republikës Kosovës. A është Republika Kosovës që e ndalon një gjatë tillë? Manifestimi publik i fesë. Po. Ti do të thonë je kundër demokracisë. Patjetër. Tjetër je ka thirrë në një diktaturë. Unë për çfarë shiju kum thonë se mendësia e lëvizjes së Deçanit është mendësi mesjetare. Këta kanë imam të tyre, në thojza imam, sa ta i thonë prift, na i thonë imam. Imam të tyre kanë Pjetër Bogdan. Mendësia e Pjetër Bogdan ka qenë mendësi inkvizicioniste. Kjo mendësi, domethënë nën kisha ka pas burgjet ku kanë bërë masakër gjenocid. Përsa këta nuk dalën në distancohen nga kjo lëvizje. Kjo lëvizje ka njerëz që kanë thonë se kjo fe është fe antinjerëzore. Kjo është për të ardhur shumë keq, ku ende nuk shohim një reagim dinitoz nga impeshvia në Kosovë, nuk veçu impeshvia e Republikës Kosovës, se unë nuk e di ende që ka pranu impeshvia në Kosovë Republikën e Kosovës. Se Vatikani se ka pranu. Ja, do të thonë nuk e di zyrtarisht të fjala, se priftat e njohin shqiptarët, inshallah nuk ka rënë në atë drejtë në atë nivel. Këta nëse janë as që thirrën në tolerancë, në bashkëpunim, në harmoni, ku da di këto termat që përdorin këtu, këta është dashur të parë që dalin kundër kësaj lëvizje radikale ekstremiste, edhe prifti i Llaposhnikit, përderisa nuk distancohet ajo prej këtij soji të ekstremistave, nuk del me deklaratë publike që ne distancohemi, nuk jemi kundër islamit dhe nuk bëjmë thirrje që me u luftu islami, se këta i kanë shpall luftë islamit. Shqiptarë muslimanë kanë shpall luftë. Ndryshe nuk ka shpalla e luftës. Nuk kuptohet lufta vetëm me shpata, me armë, po është edhe luftë ideologjike. Kështu që përderisa nuk u dal impeshvia e Kosovës, edhe përkatësisht kisha e Llaposhnikut, ku aty po shkojnë edhe fusin ujë në ujin e trubullt të paganizmit, të pagëzimit, se pagëzimi është paganizëm, në tre zotë. Pse i trubullt, mund të thotë dikush si po ofendon, i trubullt, në kuptimin uji i trubullt të bën të mos e kuptosh çfarë ka brenda. Kupton që ti nuk e din çka ka poshtë. Se është një lloj mos. Po. E keni pa, domethënë krokodilli, shkon edhe e trubullon ujin në breg, vinë kafshë tjera me pi ujë, domethënë nuk e shohin krokodillin brenda. Edhe krokodilli e viktimizon. Edhe uji i pagëzimit është ujë i trubullt në këtë kuptim që nuk dihet çka ka brenda. Vetë edhe ata thonë është mister e Triniteti. Nuk mundem me arrit me kuptu Trinitetin, por ne duhet ta besojmë Trinitetin. Unë këtë aspekt e quaj jo për ofendim, uji i trubullt i pagëzimit, për arsye se ata vetë kanë deklaruar se është mister Triniteti. Pagëzimi është formula e Trinitetit, në emër të Atit, të Birit dhe Shpirtit të Shenjtë.